Unë tani jam në fazën që po punoj me produksionin vetë. Po merrem kam marrë një laptop tash, ma kanë marrë prindrit, të faleminderit. Po punoj fort, me thënë të drejtën. Unë në qershor nxora EP-n tim të parë, me 5 këngë, të kompozuara dhe me tekste nga unë. Kështu që unë po vazhdoj punën tash ti, dhe pse jo të gjitha krijimet e tuat, pra, si kantautor. Të gjitha të mia. Çfarë përmbajti ky EP? Mund të na e thuash, sepse ne në fakt unë nuk e kisha si informacion që ti kishe EP-n tënde të parë dhe detyrimisht të gjitha pyetjet e mia i kam lidhur me festivalet, se sigurisht për to do të flasim dhe për atë që do të vi tani, ke dy në fakt festivale. Je edhe në festivalin Kënga Magjike, por edhe në festivalin e Futvitit në të njëjtën kohë, sepse një ditë rastësisht në radio të dëgjova në një intervistë të përbashkët me mamin. Ti ishe duke dhënë një intervistë ku prap të dyja ju të pandara po flisnit pikërisht për pjesëmarrjen tënde të. Me mamin arrit të bëj një punë të jashtëzakonshme. Unë pa mamin nuk punoj dot. Më duhet mami gjithmonë. Gjithmonë. Më jep një frymëzim të jashtëzakonshëm. Nuk ka si mami. Nuk e di. Si mami jo do të thuash. Apo si mama. Si mama në përgjithësi, po mami im është një gjeni, shkurt. Një gjeni është e jashtëzakonshme në çdo aspekte, jo vetëm në gazetari që është ajo, po edhe në art. Ajo ka filluar të shkruaj tekste këngësh, vetëm nga që po merrem unë me muzikë dhe unë e falenderoj nga zemra mamin, mezi pres të punojmë të gjitha projektet e tjera së bashku. Vetëm bashkë do t'i punojmë, do t'i punojmë asnjë tjetër. Asnjë tjetër. Për mamin veç producente. Veç me mamin. Veç me mamin. Kështu thonë gjithë në fillim. Më beso, unë e ruaj këtë dhe nuk e ndaj mamin. Dhe nuk e ndryshon. Mësoj pak për EP-n tënde, çfarë për këngësh përmblodhi, çfarë i solle nga ana muzikore për të shkuar më pas. Unë eksperimentova pak me zhanërat, si te baladat, si te popi, si te çik kështu alternative. Domethënë bëra një gjë cool, një gjë të lezetshme. Edhe ishin këngë që i kam pas bërë. Për shumë nga këngët që Don't Forget About Me që kam bërë 16 vjeç, ka qenë kënga e parë që kam shkruar, dhe atë solla në formën pop dance, do të thënë ishte shumë e lezetshme. Ndërsa këngë kryesore e albumit quhet Full Moonlight. Të njëjtin emër ka marrë edhe EP-ja.